Si e shikojmë ne nga pikpamja institucionale këtë situatë? Besoj që është e qartë që ajo pjesa e parë në lidhje me se çfarë është duke bërë dhe çfarë do duhet bëj KQZ nga ky moment. Se çfarë do ndodhi nëse gjykata kushtetuese merr një vendim apo një vendim tjetër, unë këtë nuk do të preferoja ta bëja, se do të ishe në pozitën e një komentatori, të them. Por në kapacitetin tim si komisioner shtetëror për zgjedhjet, mendoj që vlen të them sa do të vijoj. Gjykata kushtetuese ka caktuar datën 31 për të vendosur mbi këtë çështje, që mund të jetë vendimi përfundimtar në datën 31, mund të jetë datën 1, 2, 3, këtë nuk e dim akoma dhe është çështje komplet e gjykatës kushtetuese. Dhe në çdo lloj versioni, qoftë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, qoftë Këshilli i Ministrave, qoftë Presidenti i Republikës, do të shohin se cili do të jetë, nëse do ketë vend apo jo për secilin prej tre këtyre institucioneve për të ndërmarrë ndonjë veprim të caktuar. As nuk më lejohet dhe as nuk do të preferoja të flisja se çfarë në një situatë hipotetike do duhet të bënte Presidenti i Republikës apo se çfarë do duhet të bënte Këshilli i Ministrave në varësi të ndonjërit prej opsioneve të vendimit të gjykatës kushtetuese. Mund të flas për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe duke folur për atë se çfarë do duhet të bënte Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, mund të them vetëm kaq që do ta them qartë këtë që se nuk është çështje e ditëve, janë 7 ditë apo 6 ditë, sepse gjykata kushtetuese është në lirinë e vet që ta kishte shqyrtuar çështjen nesër, pas nesër, sikurse ta shqyrtoi edhe pas datës 31 tetor. Data 31 dhjetor, tetor, nga pikpamja e asaj se çfarë mund të prodhoj nga si pasojë juridike, nuk lidhet me datën në vetvete. Domethënë, nëse ne do kishim nesër vendimin e gjykatës kushtetuese, do të kishim një opinion tjetër si KQZ. Meqense kemi në datën 31 apo nëse do kishim në datën 2 procesin e vendimarrjes së gjykatës kushtetuese, do duhet të kishim një opinion tjetër. Që do të thotë që procesi i përgatitjes së zgjedhjeve është një proces i cili kërkon natyrisht bazuar në kodin zgjedhor një periudhë kohe të caktuar dhe në rastin e zgjedhjeve të pjesshme në kodin zgjedhor është përcaktuar qartë që zgjedhjet nuk mund të zhvillohen më parë se 30 ditë nga momenti kur është njoftuar vakanca dhe jo më vonë se 45 ditë nga ky moment. Që do të thotë që periudha minimale për të përgatitur procesin zgjedhor në rastin e zgjedhjeve të pjesshme do të jetë 30 ditë nga momenti i njoftimit të vakancës.